dashur drejtues të podcast Labirint në Tru. Unë po ju drejtohem si dy prindër të cilët realisht jemi të dëshpëruar dhe shumë shqetësuar për gjendjen e djalit ton 13 vjeçar. Kohët e fundit kemi zbuluar se ai ka rënë në kontakt me drogën dhe për fat keq sjellja e tij ka ndryshuar rrënjësisht. Kishte 2 vite që ndryshoi sjellje, por shpesh ne nuk donim ta besonim se ai po merr drogë. Ai është bërë shumë rebel, agresiv, shpesh refuzon çdo lloj forme komunikimi me ne. Unë prekem aq shumë, thot mamaja e tij, e cila do të ngelet anonime, sa filloi me orë të tëra dhe derdh lot në heshtje, shpeshherë poshtë organit ose diku fshehtazi që të mos më shikoj bashkëshorti im, sepse bashkëshorti duhet punoj dhe nuk e ka mundësinë që ti shkaktojmë një depresion të thellë për shkak të faktit që djali ynë vazhdon dhe nuk respekton as rregullat e shtëpisë, as të shkollës, shoqërohet me persona të rrezikshëm që ne i konsiderojmë që nuk janë të duhurit për moshën e tij. Çdo përpjekje jona për ta ndihmuar ka hasur në kundërshtim të fortë dhe situata po përkeqësohet dita ditës. Në fakt kur e kam lexuar kam derdhur lot shumë dhe unë për këtë nën, sepse kam qenë mësuese në gjimnaz dhe di se sa dhimbje ka te prindi kur kupton që fëmia është futur në qerthullin e drogës, i cili është shumë i vështirë për dalë. Dhe fundin e letrës desha ta lexoj, sepse letra ishte shumë e gjatë dhe nena duhet ndoshta një emision i tërë për ta lexuar. Ndihemi të pafuqishëm. Ju lutem shumë, ftoni në podcast një psikolog ose një sociolog ose një jurist për të na dhënë disa këshilla, sepse ne kemi frikë për shëndetin dhe të ardhmen e tij. Nuk di më si të komunikojmë dhe si ta largojmë nga ky labirint i rrezikshëm ku ka hyrë, sepse me sa duket atë e kanë shtyrë drejt kësaj rruge disa të tretë. Ata të tretë janë kaq të fuqishëm sa ne nuk kemi gjë në dorë për të përballur me ta. Ju lutem edhe një herë bëjeni pjesë të misionit tuaj këtë letër. Zonjë që e drejtova këtë letër, faleminderit, ka shumë prindër që kanë drejtuar letra të tilla dhe nëna që kanë drejtuar letra të tilla dhe ndaj ne e pam të udhës që të hapim këtë rubrikë. Doliana, fjala për ty. Kush janë 10 këshilla shumë të vlefshme që ti doja jepje çdo nënë ose babaj që gjendet në këtë qerthull? Së pari, dua të ndalem tek letra e cila shprehte se nëna derdhte lot. Unë dua ta përshëndes atë zonjë dhe së pari dua t'i them ti nuk e ka për të derdhur lot. Fëmia jot më shumë se kur ka nevojë për ty. Dhe mënyra më e mirë që ky fëmijë të ndihmohet nga vetë prindi është të shohë forcën e prindi i vet. Të shohë nënën e tij të fortë dhe kohë cilësore me fëmijën.